Kur ti ke boj investime ndoshta kapitale, e ke pas lloj-lloj rrogash, e ke pas lloj-lloj mobilesh, e ke pas lloj-lloj gjanash, në fund me tar puna me një çarçaf të hollë që i thonë qefin. Qefini është ky çarçafi që e shtrojmë kur bie me flajt, s'është i vlefshëm shumë, që nuk kushton shumë shtrejt. Bile është material shumë i thjeshtë ai qefini. Ndoshta çarçafi më i thjeshtë në treg është ai, sepse nuk ka nevojë me investu ku me ditë sa. Se ai sta leton, as ta vështirëson jetën varr. E tash, ke lënë rroba, shtrejta, ke lënë ato, ke lënë ato, ke lënë ato. Në fund, çka në krah kanë qitë dhe në 10 kanë lënë pa kur gjë hiç. E tash, ato nirin para Zotit aty, mos me pas kur fal përkatitje. Sinqerisht po them, ose duhet me qenë njëri shumë ignorant, mos me di to gjana, ose duhet me qenë shumë mendje madh. Mendje madh, edhe mendjemardhësia është shkaktari kryesor që njerëzit i largon nga adhurimi i Zotit. Dhe çka del aty, as ke nom, as ke bab, as ke vlla as motër, as djalë as vajzë, as grua, as hall, as tezë, as daj, as kërkaniq, as ne pas mbes. E qysh mendon njeriu me kalue? Qysh mendon njeriu tash me kalue atë sprova atë që barë është një sprova madhe, është një frikë e madhe, sinqerisht po them.